Helmimi nga ushqimi është një nga rreziqet që të gjithë mund të hasin në rast pakujdesie të produkteve ushqimore. Mosruajtja në ambiente të përshtatshme si dhe blerja e produkteve në vende jo të sigurta janë dy nga faktorët që mund të çojnë në shfaqjen e problemeve shëndetësore. Mjekët në Elbasan thonë se me rritjen e temperaturave duhet të rritet edhe kujdesi për produktet ushqimore. Si çdo stim, ndryshimet e stimit japin disa klinika ose shenja të cilat paraqiten tek pacientët. Në këtë rast ne kemi rritjen e temperaturave, të cilat ne duhet kemi shumë kujdes, sidomos në konsumimin e ushqimeve, të cilat mos jenë të ndetura, ose ne gjithmonë t'i kontrollojmë, sidomos kur i marrim në markete, ose ato konsumimi sidomos të fëmijëve, të atyre akulloreve e tjerë, të cilat këto të gjitha së bashku, nëse nuk merren në standardin e duhur, atëherë japin disa shenja klinike tek pacientët, të cilat mund të fillojnë me të vjella, diare, ndoshta edhe temperaturë lartë, e cilat duhet mendojmos një ndihmë qoftë të emergjente, të cilat marrin një shërbim sa më të shpejtë dhe t'i vinë pacientit sa më afër. Mjeku thotë se qytetarët duhet të tregohen të kujdesshëm në rast të shfaqjes së simptomave të helmimit nga ushqimi. Menjëherë duhet të paraqiten pranë mjekut për ndihmë mjekësore të specializuar, pasi helmimi mund të jetë shumë i rrezikshëm. Por në përgjithësi, helmimet e përgjithshme, të cilat janë me gastroenterite e të tjerë, ne duhet kemi kujdes, sidomos rastet kur kanë helmim të ushqimeve, japin pra të vjella, diare, ndoshta njerëz në temperaturë, të cilët ne menjëherë duhet të marrim një mjekim të duhur. Dhe ajo që është e rëndësishme është që ne duhet me pas kujdes duke kontaktuar gjithmonë mjekun për mos ta neglizhojmë duke qëndruar në shtëpi apo duke marrë disa këshilla nga njerëz që nuk janë profesionistë. Shalqinjtë dhe qershitë konsiderohen si dy produkte që mund të shkaktojnë helmim shumë të rënd, ndaj duhet pasur kujdes në konsumimin e tyre. Çdo frut, sidomos po janë disa ushqime të cilat japin infeksione ose helmime, të cilat mund të jenë më të agravuara. Për shembull, siç u përmendet ju shalqinja ose edhe qershia, për shembull, edhe disa pra çdo helmim, intoksikim që ne kemi dhe nëse nuk mjekohet, pra në momentin e dur, ato janë toksina të cilat futen në organizmin tonë dhe në moment që gjenden në terren, si mund të ketë një pacient që ka një smundje bashkangjitëse, atëherë agravon situatën dhe mund të shkojë deri në një ndihmë të cilat është domosdoshme emergjente. Mjekët apelojnë që gjatë ditëve të nxehta të verës të tregohet shumë kujdes me dietën ushqimore, duke u bazuar në një dietë me perime dhe sa më shumë fruta.